Po, mendoj që është diçka jashtëzakonisht e pa këndshme dhe dëmshme për vetë subjektin politik LDK, që është një subjekt historik për garancia dhe aktiviteti dhe institucional, një parti institucionaliste që ka dhënë kontributin e vetë me dekada, dhe gatishmëria që pati udhëheqësi i kësaj partie në bisedën e parë që pati me kryeministrin e detyrë gjithsesi kryetarin e vetëvendosjes, tregon që kishte një gatishmëri për të gjetur një çelës për një marrëveshje mbas së gjithë përfshirëse edhe për president edhe për bashkëqeverisje. Ndërkohë që vlimet e brendshme dhe grupimet e interesat ndryshme edhe veprimet konceptualisht dhe esencialisht dalluese në mes të grupeve të saktuara brenda subjektit politik kanë bërë, në mos edhe ndikimet nga jashtë, ti subjekti, kanë bërë që thjesht po tani të kemi një situatë kur detyrohet për hir të respektimit të statutit dhe parimeve qeverisë dhe demokratike në një subjekt politik, kryetari i kësaj partie ditën e djeshme që deklaroi se pezullohen çfarë do forme kontaktit dhe bisedave lidhur me bashkëqeverisje, eventualisht edhe për gjetjen e konsensualitetit për presidentin. Jo vetëm lidhje demokratike, po kushdo që hyn në qeveri me lëvizjen vetëvendosje, në këtë moment, me këta numra, nuk ka kurfar pushteti. Ai mund të jetë nominalisht i emëruar prej LDK-s, po nuk ka pushtet si parti, sepse zoti Kurti e ka shumicën qeverisëse. Kështu që kur do ai mund të bëj ekzibicione të cilat ai nuk i priton asnjëherë, i ka bërë edhe të kaluamën, i bën edhe tash, edhe në të ardhmen. Do thotë ekzibicione ndryshme, duke shkarkuar ministra apo duke shpërfillur ministra e kështu me radhë. Do thotë nuk është nuk fiton asnjë parti e cila momentalisht futet në koalicion qeverisës, po flas për koalicion qeverisës. Me lëvizjen vetëvendosje është determinuar që në një afat të mesëm të pasojë një katastrofë kështu prej lëvizjes vetëvendosje. Për arsye se lëvizja vetëvendosje me faktin e thjeshtë nuk ka nevojë për asnjë parti politike. Vetmja çështje opsionale është çështja e presidentit. Do thotë ku nevojitet një konsenzus mes dy apo më shumë partive politike. Dhe se këtu është dhënia e posteve ministrore, do thotë në një qeveri ku partia politike s'ka kurfar pushteti ose peshë elektorale apo do thotë të numrave, është jashtëzakonisht pozicioni rrezikshëm për çfarëdo partie politike.